sensibilizuese, që të sqarojnë shqiptarët që presim kohra të vështira. Dhe duhet që gjithë të masa që unë do t'i rendis tash, nëse kemi kohë dhe mund zgjatemi, që ne ta implementojmë konceptin e deterencës. Rezervistët është hap shumë i mirë. Sa duhet jemi? Shqipa mjaftush. Gjermania po planifikon kthimin e shërbimit detyrueshëm. Hapi i parë dhe urgjent. Po mirë, një sekond. Atëherë, se jemi në kohë, domethënë në limite, dhe do t'i bëj unë pyetje dhe ti më përgjigj ashtu. Këmsoria, sa duhet këtë? Nuk kam koncept këmsoria tash. Tash janë Combined Army. Nuk mund të konceptosh një repart këmsorie pa dronët, pa mbështetjen me artilleri, pa dronët e zbulimit, pa dronët, pa mbulesë kunërore. Artilleri, sa? I kanë bërë llogaritu sallaret e vjetër para me. Do t'ju them disa shifra që kemi pasur? Kalibri 120 e sipër ne kemi pas 1500 krugaxhari. Kalibri 120 e deri në 81 mm kemi pas 3. Ikën ato ko i sharuan, se kuptova kur pse u sharuan topat kur kërkonin vetëm gjysmë kile vaj sa për t'u vajosur. Asgjë, nuk kërkonin asgjë, vetëm pak graso dhe mbyllje tunelit. Se kuptova kur? Unë gjithë të proces ka ditë... Jo, e bukur është se e kanë justifikuar me NATO. Kur NATO nuk ka kërkuar të azësosh gjithçka? Kur? Po. NATO e di çka ka kërkuar? Interoperabilitetin. Që të thotë, modernizo në lidhjen, që të merresh vesh me mua. S'ka kërkuar asnjëherë sharroni tankët, sharroni topat. Polakët, ja ti ke polakët. Polakët kanë akoma MiG-29, me një se kanë blerë F-16. Po. Me i problem korano-jugor. Kishin harritur 4% të GDP-s polakët në shpenzimet. Dhe në qoftë se, nga ana geostrategjike, në qoftë se Francë, Gjermani, Poloni, keni parasysh është fusha veriore. Fusha veriore që nis nga Pirenejt dhe mbaron në Urale. Kjo fusha veriore është hapësira geostrategjike ku ka ndodhur të gjitha konfliktet që nga teutonët e deri tash. Historikisht. Ose edhe më shumë herë. Historikisht. Pra, nëse këto 3 shtete europiane e marrin seriozisht këtë çështje, rrezikohet vetëm krahu jugor i jonë, dhe në krahun jugor jemi ne. Pra, se kaluam në geostrategi, në fakt nuk ka nevojë për geostrategi të madhe. Ju them, ne duhet të përshtatsim teorinë e deterencës. Doktrinën e deterencës. Me ushtri shumë fort, nuk po them shumë të madhe. Po shiko, nuk po them shumë të madhe, po shumë të fort. Dhe edhe elementi sasior kuptohet që ka domosdoshmërinë e vetë. Tua them unë me një llogarit tash në sekond. E di sa ne duam 30.000. 30.000. Këta i harin vetëm me shërbim të detyrueshëm. Sa ko shërbimit detyrueshëm? Minimalisht 6 muaj. Sepse italianët thonë, të pak në generalit italian, 6 muaj është ajo koha minimale për ta përgatitur për ta nisur në front. Po pra, minimalisht 6 muaj. Se duhet 1 vit për të përgatitur me këtë që the ti që dit dronin, artillerinë, njërën tjetër. Rinia e sot me dronin e mëson në videogame. Po nuk është aq që kohë, po ai luftaraku është tjetër. Jo, s'është ai luftaraku, nuk është, kjo është. Pra, minimalisht, unë mendoj minimalisht 30.000 dhe nga këta ushtarë, do të mbash ushtarët profesionistë. Sa i kemi neve Brezin 18-20 vjeçar? Brezi që mbush moshën për shërbim detyruar ushtarak bashkë me vajzat është ka 27 deri në 32.000 në vit. Po pra, në vit. Do me thënë, duke hequr vajzat, ti ja del të mbushësh... Oke. Lutem, tjetër. Përfitimi i shërbimit detyrueshëm ushtarak është rrit fuqin, e dyta, ka
vlera jashtëzakonshme edukative. Pa diskutim, po nga që s'kam kohë duhet i... Dhe nuk ka kosto. E qartë, e kemi... Miliarderët do paguajnë për fëmijët e tyre, nuk do t'i sjellin. Fëmijët nuk i do paguash. Ai që do paguajnë, të paguajnë për të marrë 5 ushtarë të tjerë. Okej, u tha, rezervistën, trupën rezerviste? Trupa rezerviste është... Pa limit? Trupa rezerviste është kështu, këta 30.000 automatikisht duhet kthehen në 90.000 në rast lufte. Trupa rezerviste? Pra, kjo ushtri me 30.000 veta, ku ka ushtarë të shërbimit detyrueshëm, ushtarë profesionist dhe trupa e oficerave, që duhet jetë 30.000, nga të cilët maksimumi është 15.000 profesionist. Ti po na kthe në kohën e Hoxhës, sa kishe... Jo, ke gabim, kohë e Hoxhës ka qenë 80.000 ushtri aktive, 80.000 ushtri aktive, që për 24 orë, bashkë me forcat vullnetare, shkonde në 762.000. Okej, trupa rezerviste ti thua komplet. Armë tankers duhet kemi? Le të zgjedhim metodën asimetrike. Le të marrim raketa kundër tanke, le të marrim artilleri tub. Ne shqiptarët e kemi shumë të thjeshtë dhe të lehtë, relativisht me Ukrainën. Këtu është vetëm fush. Ne, agresorët që na kanë ardhur nga veriu në shumicë, po dhe këte nga lindja dhe nga jugu, kanë kaluar vetëm në 5 gryka. E qartë. Shumë e thjeshtë. Me raketë kundër tanke, në mënyrë të menjëhershme i prioriteteve është ombrella kundërore për të mbrojtur popullsinë. Po, një sekondë, se ke detyrë të mbrojtësh dhe Kosovën, mos e harro këtë. Normal që e ke, po që ushtria e fortë shqiptare është deterrente edhe për Kosovën tanë. Okej. Trup tankistë the s'ka nevojë. Jo, më ka nevojë, por për mundësitë financiare merr asimetri, merr raketën. Po mund të marrësh smer tank, merr Bradley, që janë e njëjta gjë, pak a shumë, po janë akoma më të lirë. Janë më të lirë. Që janë treguar shumë efektiv. Doktrina jonë, në të gjitha kohëra dhe në kohën kur kemi qenë shtet shumë i fuqishëm, ka qenë doktrinë mbrojtëse. Dhe qartë. Dhe tanket që kemi pasur, ka qenë për dhënë kundër... Për aviacion kemi? Shiko, më lejon 5 minuta? Jo, më lejon 5 minuta. Shiko, në atë kohë, për sasin bëhet fjala. Po pra, një 20 që thua ti? 12 mjaftojnë. 12 mjaftojnë. Modern. Kemi pas 120 të asaj kohë, por modern 12 e mbulojnë gjithçka. F-16, Rafale, francez, që është super i mirë. Rafale është super mirë. Po edhe Serbia, ka që bleu, ja 12 bleu, nuk është mori për shumë. Ka dhe 16 mik instalat. Kjo do prishet. Flot detare? Asimetri. Dua që më flotën detare të përdorin përvojën në Ukrajinës. Po, ja ku i blokoj, gjitha të Rusia blokoj. Dhe asimetri në kuptimin e një sistemi RBS-15 suedez top det. Detyra e flotës tonë është blokimi i Otravës. Largëtia e saj është nga 50 deri në 180 km e këtyre. Po edhe për fat nevojësisht se Serbi s'ka dalje detare që mund të vinë. Po mbase ka është një tjetër. Me prishjen e NATO-s do jetë dhe në një tjetër. Po, e vërtetë është. Shkështu flasim hapur. Jo më jo, po komshi në jugë në veri. Okej, atë jugë. Jo e përmend unë thash në variantin e prishjes NATO-s. Patjetër. Më thuaj një organizat politike ushtarake të përjetshme në historinë e njerëzimit. Jo, gjithçka ka ciklin e vet. Quko, faleminderit mbas kaq kohësh. Kënaqësi. Do bëjmë të tjera sepse me sa shoh fund zhvillime do ketë dhe duhet unë uroj që të mos ndodhej parashikimi i shpërbërjes. Duhet trajtuar i kolapsit të frontit të Ukrainës, uroj që të mos ndodh. Duhet trajtuar një çik, po duhet trajtuar një çik edhe çështja e riarmatosjes tonë sepse të gjithë zërat tonë që NATO-ja është drejt fundit. Dhe do të diskutojmë edhe cilat mund të jenë këto aleancat dypalshë, sepse me sa duket po kalohet drejt atyre. Po kush e merr të doptin në aleancë më tanë? Më thuaj. E qartë, pa diskutim. Unë ju propozoj që herën tjetër temën, nëse mendoni ta bëjmë vetëm për ringritjen, rifuqizimin, se e ngritur është, po rifuqizimin e ushtrisë shqiptare. Quko, faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit edhe juve që na ndoqët natën e mirë.